Në qytetin e Shkodrës, në shtëpinë e fotografit patriot Kelma Rubi, u bë inaugurimi i pllakës përkujtimore, kushtuar krijimit të shoqërisë Vllaznia. Kjo shoqëri kulturore sportive u krijua në vitin 1919 në ndërtimin e patriotit dhe poetit Hilmosi. Me këtë rast organizua një sesion shkencor ku fol mbi rrugën plot aktivitete të shoqërisë Vllaznia, që ka qenë një qendër e rëndësishme e grumbullimit të njerëzve të thjeshtë në lëvizjen sportive dhe artistike. Emrin e kësaj shoqërie e trashëgoi klubi sportiv i qytetit të Shkodrës. Në kuadrin e këtij jubileu u hap edhe një ekspozit. Në gjirin e kësaj shoqërie, që në fillim morën pjesë njerëz të thjeshtë e patriotë. Në vitet e luftës nacional çlirimtare, shumë antarë të saj dhanë jetën për çlirimin e atë dheut. Këtë 60 vjetor, klubi sportiv Vllaznia e pret me një bilans të pasur suksesesh në të gjitha sportet. Sukseset të reja do të arrihen edhe në të ardhmen.